Sot është dita botërore e autizmit, e cila shërben si një kujtesë për nevojat e pafundme që ka komuniteti i individëve me autizëm dhe rëndësinë e mbështetjes për ta. Kryetari i Komunës së Gostivarit Valbon Limani ka vendosur që këtë ditë ta kalojë në qendrën e autizmit Blue Puzzle në Gostivar. Ai me këtë rast ka dhuruar mjete didaktike për fëmijët që po trajtohen aty, ndërsa me koordinatorin e qendrës kanë shpalosur planet për zgjerim të kapaciteteve, si një nevojë që po bëhet e domosdoshme me rritjen permanente të numrit të fëmijëve me çrregullime të spektrit autik. Komuna e Gostivarit simbolikisht në këtë datë do të dhuron mjete didaktike në vlerë prej diku 60.000 denar. Tema e si vjeçme e kësaj dite botërore të autizmit është respekt, pranim, përfshirje. Sot biseduam me Valonin edhe për këtë çështje. Kemi disa mundësi apo disa ideja të cilat i shqyrtuam dhe besoj se së shpejti do të kemi një zgjidhje rreth kësaj me të vetmin qëllim që kapacitetet për këto fëmijë të rriten në këtë qendër për autizëm. Për momentin, në këtë qendër po trajtohen 60 fëmijë, ndërsa lista e pritjes është shumë e gjatë. Kështu njofton koordinatori i qendrës autizmit në Gostivar, Valon Emini, i cili thekson se shërbimi për vlerësim që funksionon në kuadër të qendrës ua ka lehtësuar shumë prindërve, e para që nuk duhet të udhtojnë drejt Shkupit për këtë shërbim, dhe e dyta, por më e rëndësishmja, që këtu ky lloj shërbimi ju jepet fëmijëve në gjuhën amtare. Momentalisht në kujdese me trajtime individuale kemi 60 fëmijë, ndërsa lista e pritjeve është shumë e gjatë. Me sa e kam unë informata, 5 fëmijë në ditë diagnostifikohen, që është një numër shumë më i madh raport me numrin që është bërë më herët, dhe jemi shumë të kënaqur flas tash nga aspekti si prind se edhe fëmijët im vinë këtu për ta kryer këtë vlerësim funksional. Është një lehtësim shumë i madh që është në Gostivar dhe është një lehtësim shumë i madh që vlerësimi kryhet në 3 gjuhë. Se ne gjithë e dimi se anamneza nuk mund të merret nëpërmjet përkthyesit dhe kjo është një handicap, një pengesë që ne gjithmonë e kemi pasur, nuk e kemi pasur anamnezën për këto trajtime në gjuhë amtare. Valon Emini thot se ndonse koha që po veprojnë nuk është shumë e gjatë, shumë histori suksesi tashmë flasin për kualitetin e shërbimeve që kjo qendër ofron gjatë punës me fëmijët. Megjithatë, e gjithë puna e tyre zhvillohet brenda mureve të kësaj kështjelle, që ofron shumë mundësi për fëmijët e prekur nga çrregullimet të spektrit autik, por ajo që sigurojnë nga Blue Puzzle është se me një punë të palodhshme ekipore, suksesi arrihet me patjetër, jo vetëm për të fituar vëmendjen e fëmijës, por edhe për t'i bërë ata të përgjigjen, të flasin dhe të shënojnë hapa shumë të rëndësishëm në drejtim të përmirësimit të gjendjes së përgjithshme.